Përshëndetje. Streptokoku është një mikrob që shkakton sëmundje ngjitse kryesisht tek fëmijët. Lokalizohet në fyt, në hund, në lëkurë, duke shkaktuar infeksion të bajameve, skarlatinën, erizipelën e tjerë. Infeksioni i bajameve është sëmundja më e shpeshtë e moshës 3 deri në 15 vjeç. Shenjat: temperaturë, skuqje fyti, dhimbje, ndonjëherë pika të verdha me qelp tek bajamet. Faktor predispozues janë adenoidet ose devijimi i kockës ndarëse të hundës. Mjekimi bëhet 7 deri në 10 ditë me antibiotik të grupit të amoksicilinave. Ky infeksion ka rëndësi për komplikacionet që pason, siç janë ethja reumatizmale, nefriti. Nefriti është plezmatimi i veshkave, i cili mund të zhvillohet në heshtje pa shenja të dukshme nëse nuk mjekohet në kohë, çon në pamjaftueshmëri kronike të veshkave. Kujdes, nga infeksioni i fytit e deri në shfaqjen e komplikacioneve, duhen 3 javë për të zhvilluar modifikimet imunitare në trup. Pra, më lejoni të shpjegoj në detaje se çfarë është antistreptolizina O. ASLO është një analizë që kërkohet dhe prindrit me të drejtë shqetësohen. Në fakt, streptolizina O është një enzim që çlirohet nga streptokoku beta hemolitik i grupit A. Kur ky mikrob bie në kontakt me organizmin, trupi prodhon antikorpe, do me thënë antistreptolizina O, ASLO. Pra, imuniteti reagon duke krijuar trupza mbrojtëse. Kjo gjë është e mirë nëse antistreptolizinat O janë të larta. Le t'i shpjegojmë më poshtë çfarë ndodh. ASLO prodhohen 1 javë deri në 1 muaj nga infeksioni fillestar. Sasia e antikorpeve arrin kulmin rreth 3 javë pas rënies së temperaturës. Pra, kjo analizë nuk tregon shkallën e infeksionit në fyt, tregon vetëm reagimin e imunitetit. Ato ulen pas 3 muajsh, por nuk zhduken plotësisht. Janë tregues që ke kaluar një infeksion. Nëse ke shenja të infeksionit aktual, akut, atëhere mjekohet me antibiotik. Kur përsëritet infeksioni, këshillohet të bëhet analiza e antibiogramës për të parë mikrobin dhe rezistencën që mund të ketë fituar, gjithashtu del dhe ilaçi që vepron më mirë.